I pari që ka prekur shtëpinë e Big Brother Stenaldo bëhet pjesë e lojës, banorët përloten nga historia e tij. Stenaldo Mihili është banori tjetër që është futur në shtëpinë e Big Brother, edhe pse ai e ka prekur I pari këtë shtëpi. Stenaldo Mihili, 28 vjeç, ka lindur në Fier dhe sot jeton me nënën dhe vëllain. Rruga e tij jetësore është shënuar herët nga një ngjarje e rëndë, vrasja e tatit, e ndodhur kur ai ishte vetëm 3 muajsh. Kjo humbje e hershme ka ndikuar strukturën e sistemit familjar dhe ka pozicionuar nënën si figurën qendrore të lidhjes emocionale dhe funksionale përgjatë gjithë zhvillimit të tij. Në moshën 6 mujore, si shkak I një infeksioni të rëndë, ai humb shikimin. Pavarësisht kësaj, ai ka përballuar vështirësitë pa u vendosur në rol viktime dhe në dëshirën për t'u vlerësuar për aftësitë, përpjekjet dhe arritjet e tij, e jo nga rrethanat personale apo karakteristikat fizike. Ka marrë pjesë në thevojce për të ndjekur ëndrrën e tij për muzikën, por një tjetër pasion I madh ka qenë gazetaria. Ka punuar në Top Albania Radio dhe e kujton si një nga periudhat më të bukura të jetës. Më pas, largimi në Gjermani për të punuar e ka bërë edhe më të pavarur. Stenaldo mësoi të gatuante, të orientohej në rrugët e qytetit edhe pse nuk përjashton që në shumë raste është gjendur edhe në rrezik e vështirësi. Rikthimi në Shqipëri vjen si pamundësi e nënës së tij për t'u përshtatur me jetesën në Gjermani. Big Brotherin e ka ndëruar prej vitesh dhe mendon se do të jetë eksperjenca që do I jap një drejtim të ri personal dhe profesional. Nuk do që të trajtohet ndryshe, ka shumë armë për të luftuar në garë dhe thotë se në asnjë moment nuk do të viktimizohet. Nuk e sheh veten si përfaqësues të komunitetit të personave me dëmtim të shikimit, por dëshiron të jetë natyrshëm, një model pozitiv që përmes funksionimit të përditshëm dhe arritjeve personale kontribuon në reduktimin e paragjykimeve sociale.